Përshëndetje të gjithëve, unë jam Burimi, një gazetar kines që freshim. Muajt e fundit, gazetari Borion Borakaj nga Vision Brus ka kaluar shumë kohë duke vizituar dhe qiluar në Kinë. Unë kam pasur mundësi disa herë të takohem me të gjatë këtyre vizitimeve. Dhe sot kam gjetur pak kohë për të urur me Borionin dhe për të folur më qatë për këto muaj që ai ka kaluar në Kinë. Përshëndetje Borion, gëzohem shumë që takohemi përsëri në Peking. Patjetër ishte shumë kënaqësi për mua, si gjithmonë, një kënaqësi shumë e madhe jo vetëm për intervistën, por edhe që takohem përsëri me ty dhe jam shumë i lumtur që të njoha. Fillimisht na tregon pak si rindi mundësia që të vije në Kinë. Atëherë mundësia erdhi nëpërmjet një ftese, besoj patjetër nga Ministria e Jashtme e Kinës, e cila organizon programin e CIPCC ose të Qendrës së Komunikimit Internacional të komunikimit, pra të Kinës. Pikërisht kjo ishte edhe ajo çfarë më solli në Kinë, pra një mundësi e shkëlqyer 3 mujore për të njohur shumë mirë Kinën për te çfarë kemi parë nga telefoni ose nga lajmet ose nga informacionet e ndryshme deri më parë. Pra ishte pikërisht kjo arsye. Ashtë kjo hera jote e parë në Kinë? Po, është hera ime e parë dhe kam shijuar shumë. Uroj që të jenë edhe shumë herë të tjera që të jem pjesë e programeve të tilla ose programeve të ngjashme, por e di që edhe nëse nuk do të ketë programe, unë e di që do të vi përsëri në Kinë. Para se të vije këtu, çfarë përshtypjeje kishe për Kinën? Të them të drejtën, kisha informacione të mjaftueshme, duke qenë se si videograf shumë pajisje që unë përdor momentalisht, gimbal, drona, kamera, prodhoj në Kinë, se dihet që Kina është gjigant teknologjie momentalisht. Kjo më kishte bërë që të shtyja vetëm për të marrë më shumë informacion rreth Kinës. Dhe dija shumë mirë se sa vend i zhvilluar ishte, e dija shumë mirë se sa shumë rëndësi i kushtonte traditës, e dija shumë mirë se sa ishte një vend që njerëzit kishin dëshirë që të bëheshin bashkë për ta çuar vendin përpara. Sa qytete ke vizituar deri tani në Kinë? Unë kam vizituar më shumë se 15 provinca. Nuk po më kujtojnë 100%, por më shumë se 15 provinca. Dhe mund të themi që çdo provincë ne mund kemi vizituar të paktën 1 ose 2 qytete. Unë kam qëndruar 3 muaj. Plot 3 muaj, por në të njëjtën kohë është një kohë do thoya pamjaftueshme për të zbuluar se çfarë Kina ka, se Kina është një vend shumë i madh me gjëra të reja që dalin çdo ditë. Që çdo ditë ti ke diçka çfarë mund shohësh, për mos thënë çdo orë është diçka që të surprizon ose diçka e re. Kështu që 3 muaj ishte një kohë shumë e mirë për të zbuluar, për të kuptuar më shumë se si funksionojnë gjërat kryesore në Kinë, si funksionon politika, si funksionon administrimi i popullatës, si funksionon avancimi i një shteti superfuqi siç është Kina. Dhe patjetër ishte një kohë e mirë. Cili prej tyre të ka lënë përshtypje më të fortë dhe pse? Të them të drejtën, nuk mundem t'i ndaj dot, sepse çdo provincë dhe çdo qytet kishte, siç thash, veçantitë e veta. Por nëse do më duhet i përgjigjem 100% për ta veçuar një se më duhet i përgjigjem pyetjes, do thoja Shanghai. Ndoshta mund të ishte i preferuar im sepse ishte një qytet shumë internacional. Jeta e natës ishte shumë aktive, kishte mund të themi çdo gjë që ne mund ta gjejmë edhe afër vendit tonë në Shqipëri ose kudo që ne mund të kemi udhëtuar, ndiheshe si në shtëpi, do thoja. Duke filluar që tek vizita në murin e madh kinez, një mrekulli ndërtimi fantastike. E themi, nësa mbaj mend 24.000 kilometra, afërsisht 24.000 kilometra, diçka që si kisha parkur në jetën time. Një ndërtim gjigant që shtrihej përmes terreneve të ndryshme dhe ta mendosh që është bërë shumë vite përpara, kur teknologjia nuk ka qenë ku është tashmë në këto nivele, dhe patjetër mbeta i mrekulluar. Në të njëjtën kohë mund të përmend provincën e fundit që isha në Hubei, që provova Sky Tunnel, Air Tunnel, tunelin që ti futesh brenda për të simuluar një skydiving.
që ishte një eksperiencë që unë kisha dashur gjithë jetën time ta provoja dhe e provova në Kinë. Për mos të harruar bukurinë e magjishme të siç bëm dhe videon bashkë të Chongqingut, që pamja e darkës e natës në Chongqing ishte fantastike. E njëjta gjë edhe për Shangajin, që jam mrekulluar nga arkitektura dhe këto momente që kam parë këtë evolucion dhe këtë zhvillim të madh në qytete, çdo moment ishte i bukur, çdo moment ishte i ri. E ka pasur diçka që të ka befasuar pasi erdhe këtu, diçka që nuk e prisje më parë? Ajo që më ka befasuar më shumë, të them të drejtën, ka qenë historia e Kinës. Se si Kina ka qenë gjithmonë një shtet as pak agresiv, në një botë shumë agresive, do thoya. Se momentalisht ne po e shohim që bota është bërë një vend shumë agresiv, kemi konflikte, dhe ajo që më ka pëlqyer shumë ka qenë historia e Kinës. Se si një vend i ka mbijetuar pushtimeve, se si i ka mbijetuar problematikave, si i ka mbijetuar varfërisë dhe ka kontribuar kaq shumë me shumë dëshirë dhe është në nivelin që është sot. Pra do thoya që historia e Kinës ishte fantastike. Çfarë mendon se publiku shqiptar di mirë për Kinën dhe çfarë nuk e njeh ende sa duhet? Mendoj se publiku shqiptar duhet të njohë për Kinën që është një vend me shumë mundësi. Një vend që tashmë mund të hedhë poshtë të gjitha zërat e një shteti të mbyllur, që nuk është as pak ashtu. Unë në këto 3 muaj nuk kam ndjer asnjë lloj privimi, ose nuk kam ndjer asnjë lloj ndalese për të bërë gjërat që kam bërë në shtetin tim. Për mos thënë, jam ndjer më i sigurt në disa raste, jam ndjer më i lirë, do thoya në disa raste, dhe ajo që duhet të kuptojmë për Kinën është që Kina është një vend që po mirëpret tashmë kohët e fundit, patjetër do thoya vitet e fundit ose aq sa unë di këto vite për Kinën, po mirëpret njerëz për të shpërndar informacionet në këndvështrime të ndryshme, në fusha të ndryshme, dhe është e gatshme që të bashkëpunojë me shtete të ndryshme për benefitet ose për përfitimet e përbashkëta. Do të thoya publikut shqiptar që Kina është një vend shumë i arrirë. Pra, nëse nuk e dinin më përpara dhe ishit mendje mbyllur se Kina është një vend i mbyllur dhe është një vend që është i vështirë, nuk do të thoya këtë sepse është shumë i lehtë nëse ti mundesh të jetosh i rregullt, të jetosh i sakt në vendimet ose në objektivat që ke. Pra është një vend që ka shkëlqyer dhe shkëlqen, do thoya, gati në çdo fushë. Kina është një vend shumë i sigurt, do thoya. Është shumë i vogël, nuk kam parë të paktën në këto raste të ndodhte diçka si në vende publike ose një vjedhje ose një grabitje, do thoya, në rrugë ose në për ambientet publike. Madje unë do jap një rast konkret, që është, domethënë, nëse do flasim për sigurinë, unë kam rastin më konkret. Miku im, Enrico, që ishte gazetar, koleg në këtë projekt bashkë me mua, ditën, do thoya, ndoshta ditën e parë që ne u kthyem nga një provincë, harroi telefonin në metron e shpejt, në bullet trenin, në trenin e shpejt. Dhe ditën tjetër telefoni ka ardhur me post në kamp, ku ne qëndronim. Mendojeni pak këtë gjë, domethënë që është një telefon, okay, është i kushtueshëm, por fundja nuk u bën nami, themi ne në Shqipëri, se mund të humbte një telefon kur mund të humbin dhe shumë gjëra të tjera. Dhe imagjino për një gjë të vogël si telefoni erdhi ditën tjetër në kamp. Pra, i pa prekur, çdo gjë në rregull, dhe shumë shpejt. Duke qenë se edhe distancet janë të largëta. Kjo sa i përket sigurisë, për sa i përket turizmit, unë kam parë një pjesë shumë të vogël të Kinës. Nëse do flasim për turizëm, Kina unë mendoj se ka çdo gjë. Presidenti Xi i ka menduar të gjitha pikat, mendoj më duket sikur ai ka vajtur vetë aq detajist, do thoya, sikur ka vajtur vetë tek çdo problem ose tek çdo mundësi zhvillimi për të parë se si mund të bëhet më mirë. Shumë faleminderit për çdo gjë, shpresoj që mund të takohemi edhe në Kinë
Edhe në Shqipëri. Kemi dy mundësi tashmë. Po. Shumë Falenderoj shumë, shumë.